Dhe kërkon që kjo përhapet në opinion si pranueshmëri, pra vendos një piket dhe pranohet. Dhe kur sondazhon që kjo piket e tij antidemokratike ka marrë një lloj miratimi, ai vazhdon me piketën tjetër, qartë. Pikërisht te këto piketa ta vazhdoj se jam me ngushtë me kohën. E kuptova atë. E kuptova, kjo është e dukshme që nuk e ka dëshirën aty fare. Presidenti dhe gjykata kushtetuese kanë qenë kryefjalë të ditës së djeshme. Sapo Partia Demokratike bëri një kërkesë për shkarkimin e presidentit Begaj, duke renditur 7 raste të paktën të shkeljeve të rënda kushtetuese i quan opozita. Mes tyre ishte edhe ajo që pun ka presidenti ti kërkoi gjykatës kushtetuese çështjen e mandateve, se sa i zgjat secilit. Gjykata kushtetuese bëri vet hapin e saj pas thirrjes presidentit dhe tha që jo vetëm 2 gjyqtarët që janë ishte temë diskutueshme, ne mendojmë që ta ndërpresin mandatin, po dhe ne gjithë tjerët i shkurtojmë mandatet tona sepse nuk janë më mandate tani, por është çështja e ripërtëritjes. Po sa po të ikin këto 2 gjyqtarët, do kthehet prapë çështja e 9 vjeçit, pastaj dhe nuk do lvizet më me mandatin. Si i shikoni? Janë të lidhura gjitha këto që po ndodhin dhe si e shikoni këtë panoramë? Janë të lidhura domosdoshmërisht dhe ka një dirigjim në këtë pikë, sepse janë disa elementë që ndërlidhen midis tyre dhe që tregojnë edhe zell politik, ndoshta për të hequr dorë vet apo për të ndërhyrë në mënyrë jo ligjore, siç është rasti i presidentit. Dhe ky dirigjent është ai person që sot kontrollon pjesën më të madhe të drejtësisë, ose të gjithë drejtësinë, dhe i ka ngelur edhe një segment brenda gjykatës kushtetuese pa kontroll, një zë kundër, 2 zëra kundër, cilët ai kërkon t'i eliminojë, sepse parashikon që të avancojnë ato projektet e veta politike dhe gjykatën kushtetuese normal që është si pengesë finale për shumë gjëra. Dhe këtu përdor këtë presidentin ton, pse është bërë shumë i famshëm si president, munduar që në publik ai përgjatë kësaj kohe të ndërtoj figurën e një burri dashamirës, i cili aty ka ardhur për shkak të fatit të tij, jo për shkak të meritës të tij, i cili nuk ka gjoja kompetenca, se kështu është sjell gjithmonë, domethënë i fut dhe një linjë naiviteti, dhe ndërkohë që në momentet caktuara ai kafshon në mënyrë shumë të hidhur, me komandë sigurisht politike, duke stampuar brenda figurës tij atë buzëqeshjen prej ushtaraku, që është domethënë shumë hipokrite, dhe që kur vepron po me strategji të tillë, por që normal ka një telekomand që i shtypet dhe është telekomanda e atij që e ka veshur të jetë president duke e zhveshur nga të qeverit ushtarak dikur. Dhe është edhe tragjike dhe komike. Domethënë jemi përballë një shteti butaforik në Edvin në gjitha nivelet, me një president till i cili kryen akte të tilla antikushtetuese pa ju dridhur qerpiku fare, thjesht se dikush i ka bërë nder dhe ai duhet i thënë nderin, çfarë mentaliteti. Jemi në një parlament që kërkohet të eliminohet, jemi